kemi pa besimtarë, bisëndryshme, veçanërisht kemi pa problemet e sprovën e vllazërve që kanë pas në Gaza, me çka kanë përballu? Wallahi me qëtë Kur'an. Me qëto ajete që na ta blijoshëm, qëto ajete që na lexojmë, ata e kanë përballu gjithë atë sprovë. Me një lutje që na e thojna sabah akşam, apo hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ti thosh 7 herë nitje. Çështo thosh, ngjashëm çto, apo me që kjo është apo. Mirë po, a e ka dhënë situata kur thosh e kisha vetë bashkë pejgamberin që me thonë, që kime vetë, që njëri të e thonë është, e kisha vetë dhe finalimi, që kime vetë, kjo do më thonë është të e thonë qëta. Andaj çështja nuk është në diçka tre, çështja nuk është diçka ekskluzive, çështja është sinqeritet e vlerësim. Wallahi që kjo është, je sinqert, e vlerëson begatinë e Allahut Azza Jalla, thosh që kjo është shpirti jam, që kjo është zemra jam, që kime boti. Që kjo është ti që kime më qëta. Që kjo është e ka qëni, që kjo e ka qëni qënet, s'ka me ka përsy, që tu kena me metë, dikun të me konë zidja, apo, e tash, nëse duhet me e problematizu situatën, këtë problemi ato është të zama, se larga asaj me menu që, valla, në surit të me napru neve, apëtën, s'ka këta, që kjo është, që kjo është Kurani, që është ka thonë, Muhammed ibn Munkadi rahimullah, betës ti, zemrës vetë, i ka unë ja nëfës, hadhihi kisratu khubzin, që kjo është korja bukës që e ki, s'ka tjetër, që kjo është gruja që e ki, që kjo është daruk, tjetër s'ka, dhe më kuptim që kur i ka shku mene me lakmu, që kjo është, e nëse ka lonë për dënjo që është, ti e thush, njëpës, që kjo dërës është jaron jam, tjetër s'ka, që kjo mësë ndrejqët, ja pa fsharja, vëllaj që me pas, është i shara, a me lyp, po veç, qa për dhe me tarë më, kush për dhe me tarë më, dhe i menaj që duhet me vlerësu shumë siqerisht, shumë seriozisht ato që këtë dëgju diri me tani një përvojë që e ki caktume, mere dikun të edin nga arkiva në zërën e një, piplohën e dikun atje, thuj, me qëta atëre, për shpesajt e ka Allah me të rëkit, ndirë të Allah me qëtë dërës, me qëtë kuptim, me qëtë thënje, me qëtë lutje. Të edin ato. Mirë pa mos gabëm me ja këthi shpinën asaj që ke ngund kaluarën, nga se me që ato Allah të ka zgjuë, me që ato Allah të ka qelësyt ato.